Neve deri tani kemi para ato brende hoteliere që taksa, detyrime, pra jo çka u tha pak më përpara, pra 350.000 apo 100.000 apo 50.000 apo 10.000 që janë, okay, që kanë ngelur stok, ai pronari apo investitori që i ka ato, ndërtues apo investitor, të taksohet shumëzim për 10. Pra nëse një taksim normal i një apartamenti sot në Tiranë është dikute 100 euro në vit, ky taksohet 1.000 euro në vit për apartament. Dhe ta shikosh nëse do ketë apartamente të ngelura, të papërdorura apo jo. Vetëm kaq, vetëm 1.000 euro në vit. Siç duhet bërë dhe për ata që kanë shtëpia të vjetra të lëna djerë që e shpërfytyrojnë Tiranën, pra nëse dikush e ka djerë shtëpinë e vet private dhe taksa e shtëpisë do ishte 100 euro, ai taksohet 10.000 euro në vit. 10.000 euro në vit për atë shtëpinë djerë dhe nuk e lëmë djerë. Nuk flitet me emocione, as për taksa, as për ekonomi. Nuk po flisë. Momentin, shikon, momentin që ligji ka dalë njerë, po diskutojmë kot për sa i përket taksimit të pronës të ndërtesave, për shtëpinë e parë, të dytë, të tretë. Pavarësisht se nuk ka hyrë funksion, se s'kemi akoma kadastrën fiskale e cila është me vonesë 7 vite nga sa do t'ishte. Pra, do t'i kërkojmë përgjegjësitë aty ku i takon. Në radhë parë politika si ka bërë punët e veta për të formalizuar tregun. Është baza numër 1 jo për brende, po për të funksionuar midis njëri tjetrit. Nuk e bën politika këtë punë. Një pjesë e mirë e agjensive të nderuara imobiliare të cilat janë shtuar vitet e fundit, punojnë në formalitet të plot dhe këtë e dim të gjithë dhe kjo nuk është se e nderon tregu. Mund të punoni ju këtu në formalizim, nuk lëshojnë as fatura, janë pjesë e tregut informal. Pjesa e tretë, tani mos flasim sigurisht në Beograd, se në Beograd mund të është tregu i formalizuar, se në Paris nuk do të vete. Pra, pjesa tjetër është që kjo ekonomi nuk ndërtohet kështu me baza vulnerabiliteti, që u dhanë ca leje ndërtimi, u dhanë ca kulla. Ato kulla nuk i jepen për arsye se po ecën ekonomia në atë drejtim, nuk punojnë për zyra. Janë pikërisht ta që i quajmë ndërtues të mëdhenj, që ato i mbajnë t'i kenë si portofol për të ardhmen, pasi është para e ngurtësuar të mos harron që një pjesë e mirë e llogarive për të financuar një ndërtim nuk vjen thjesht nga fitimet, vjen e përzier nga kredi, nga fitime, nga evazion, pra të gjitha këto duhet të sqarohen një herë mirë. Momentin që nuk janë sqaruar këto, jo brend të unë po flas për brende, jo nuk edhe Hilton Garden është franchise, nuk është sistema Philip Plein ka ardhur. Pra, ajo do thosha unë a një brend është Philip Plein. Super respekte, kushdo që ka sjell. Shqipëria ka hyrë në një spirale ekonomike të tillë që vjen një moment që Kina, që është një ekonomi shumë e madhe dhe arrin të përthi dhe ne mund ta përdorim si model vizioni dhe vajt moment që shteroi pjesa e investimit në ndërtim. Kishte vetëm një gjë Armelida?